Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Presidentja Vjosa Osmani do të thëras në takim gjatë ditëve në vijim liderët partjak lidhur me ngërshjen politik në vend. Ajo pret që partitë e përfaqësuara në kuvend të zbatojnë aktgjykimin e kushtetuesës dhe të përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditësh siç ka kërkuar gjykata. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje insiston në komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. As pas 4 ditësh të publikimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit, e cila u ka bërë thirrje deputetëve të parlamentit që brenda 30 ditësh të konstituojnë këtë institucion përmes një konsensusi politik të krijuar nga partia e parë parlamentare vetëvendosje, nuk ka pasur nisma për ndonjë marrëveshje politike. Për shkak të bllokadës politike, presidentja Vjosa Osmani ka paralajmëruar takime me përfaqësues të partive politike. Këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina i tha televizionit 21 se presidentja mund të i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë. Presidentja Osmani do t'i ftoj liderët e partive politike në takime në ditët në vijim. Presidentja pret që partitë e përfaqësuara në kuvend ta zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditësh, siç ka kërkuar gjykata. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë. Por pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese dhe paralajmërimeve të presidentes Osmani, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se nuk heq dorë nga kandidatja e tyre Albulena Haxhiu, pa u testuar zgjedhja e saj edhe me votim të fshehtë. Kompromisi tjetër është ofruar një anshëm nga kandidatja jon Albulena Haxhiu, e cila, siç e dini, ka deklaruar të premten që nëse nuk votohet me votim të fshehtë, nuk do të ketë nevojë të votohet 2 herë për të. Ajo tërhiqet. Le ta provojmë votimin e fshehtë. O fiton Albulena, o ne e sjellim një emër tjetër. PDK plus LDK nuk bojnë sa vetëvendosja. Kjo është fakti i jetës. Deputeti i LDK-s Krenar Xhaferi akuzon Kurtin dhe vetëvendosjen për shkelje kushtetuese. Sipas tij, gjykata në vendimin e saj ka qartësuar se tentimi për votim të fshehtë nuk është paraparë në rendin e ditës të seancës konstituive. Kjo zhagitje përveç lëvizjes vetëvendosje nuk i konvenon askujt. Dhe me të vërtet unë kujtoj që kjo nuk duhet i konvenoj askujt në realitet, sepse nuk kemi as plane dinamike, as strategji konkrete të zgjidhjeve me probleme me të cilat ne ballafaqohemi dhe jemi rënë në një ngërç politik i cili kalohet vetëm me vullnet politik. Gjatë seancës të së dielës, deputetët e ish opozitës protestuan me rrahje të tavolinave duke kundërshtuar procesin e votimit për krijimin e komisionit për votim të fshehtë. Aksionet e ngjashme dhe largim nga seanca ka paralajmëruar edhe në ditët në vazhdim deputeti i LDK-s Krenar Xhaferi. Nëse seancat parlamentare fillojnë në këtë formë cilën vetëm kanë filluar, atëherë mund të ketë edhe dalje prej seancës, sepse nuk ka asnjë kuptim me vazhdu në një seancë e cila është në shkelje të kushtetutës. Analisti politik Albinot Maloku vlerëson se gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj ka përdorur gjuhë shumë profesionale për të kuptuar nga 48 deputetët e vetëvendosjes. Sipas tij, vazhdimi i bllokadës politike i konvenon Kurtit. Pretendohet të gjenden metoda shpjeguese, kurse dihet në fillim që kemi të bëjmë vetëm me një çështje, që është marrëveshja politike me subjekte politike për të ecë përpara drejt themelimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Derisa nuk kuptohet ky mesazh, kjo nevojë dhe kjo formulë nga i pari pasportit zgjedhor, vështirë se do të mund të kemi ndryshim pozicione, ndryshim të situatës politike në vend. Të martën është tentimi i 40 për konstituimin e kuvendit. 52 organizata të shoqërisë civile në Kosovë kanë shfaqur shqetësim të thellë ndaj situatës së krijuar në kuvendin e Kosovës, duke e cilësuar si bllokadë institucionale, zvarritjen e procesit të konstituimit të legjislaturës së re. Sipas këtyre organizatave, kjo përbën cënim të drejtë për drejtë të rendit demokratik dhe funksionimit kushtetues të shtetit.
Në deklaratën e përbashkët, organizatat theksojnë se prej më shumë se 2 muaj e gjysmë, vendi qëndron pa një kuvend të konstituar dhe se ky vakum institucional ka penguar miratimin e ligjeve, mbikëqyrjen demokratike të qeverisë dhe trajtimin e çështjeve urgjente që prekin jetën e qytetarëve. Organizatat mirëpresin aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të 26 qershorit duke e konsideruar si një ndërhyrje të domosdoshme për të sqaruar paqartësitë procedurale dhe për të përcaktuar kufijt kushtetues rreth procesit të konstituimit të kuvendit. Sipas tyre, vendimi i gjykatës rithekson se procedura për konstituim është e përcaktuar qartë nga kushtetuta, rregulloria e kuvendit dhe praktikat e konsoliduara parlamentare dhe se çdo devijim përbën shkelje të rendit kushtetues. Gjykata theksoi se partia fituese ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit, por kjo e drejtë është e kushzuar me ndërtimin e një shumice parlamentare përmes bashkëpunimit ndërpartiak, citohet në reagim. Organizatat kanë kritikuar ashpër mënyrën e menaxhimit të seancës konstituive nga kryesuesi Avni Dehari, duke akuzuar për devijim nga rendi i dakorduar në takimin e 8 prillit 2025 dhe për ndërhyrje në procedurë. Sipas tyre, Dehari ka propozuar një komision për votim të fshehtë pa bazë ligjore dhe ka lejuar përbërjen e tij pa përfaqësim adekuat të partive tjera parlamentare, gjë që sipas këtyre organizatave cënon rënd përfaqësimin e drejtë dhe shndërron procesin në një veprem një partiak. Në vazhdimin e seancës më 28 qershor, organizatat pretendojnë se është shkelur qartazi aktgjykimi i gjykatës kushtetuese përmes instrumentalizimit të kryesuesit dhe përpjekjeve të lëvizjes vetëvendosje për të imponuar një zgjidhje të njëanshme. Janë tashmë 39 tentime të dështuara për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, duke e kthyer po aq herë seancën në skenë të manipulimit procedural dhe të interesave të ngushta partijake. Kësaj në deklarat thuhet se deputetëve po u mohohet e drejta për të ushtruar funksionin e tyre, ndërsa qytetarët mbeten pa përfaqësim funksional. Organizatat theksojnë nevojën që kuvendi të rifillojë punën në mënyrë funksionale për të garantuar miratimin e ligjeve, mbikëqyrjen e ekzekutivit dhe përfaqësimin e interesit të qytetarëve. Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama janë përplasur gjatë një ceremonie të vendosjes së gurthemelit të një qerdheje në kryeqytet. Kryetari i Prishtinës akuzoi qeverinë Kurti se po pengon zhvillimin e kryeqytetit. Megjithse në të njëjtën ngjarje që do duhej të kishte më shumë elemente festive, kryeministri në detyrë Albin Kurti shfrytëzoi rastin që t'i tregonte kryetarit të Prishtinës Përparim Rama se do t'i humbasë zgjedhjet në kryeqytet. Zgjedhjet lokale janë paraparë që të zhvillohen më 12 tetor. Ndryshe, mbase me dikë tjetër, kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër. Por kësaj shpotije të Kurtit ju përgjigj kryetari i Prishtinës Përparim Rama duke e bërë përgjegjëse qeverinë e Kurtit për si shta sabotim të punës. Sigurisht që do të vazhdoj si kryetari i kryeqytetit edhe prap i lutem publikisht përkundër faktit që kryeministri kishte pas shef, kryeministrin e detyrë kishte pas shef kjo që të jetë ndryshe. Sot i lutem që nëse është ende në detyrë pas zgjedhjeve lokale ku unë prap do të jem kryetari i kryeqytetit, që të kemi një bashkëpunim të mirëfillt për të mirën e kryeqytetit. Kryeministri në detyrë Kurti dhe kryetari Rama ishte paraparë që të vënë gurthemelin e një qerdhe në Bardhosh të Prishtinës dhe gjithë ngjarja kaloi me përplasje dhe mospajtime ndërmjet tyre. Kurti që përfaqëson lëvizjen vetëvendosje dhe Rama i zgjedhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës shpërfaqën mosdurim në deklarimet për bashkëpunim dhe realizim të projekteve për kryeqytetin. Përparim Rama i kërkoi Kurtit që ta zhbllokojë buxhetin e komunës dhe kritikoi qeverinë për pengim të realizimit të projekteve. Është mirë, po e sheni është mirë kur kemi një bashkëpunim mes nivelit qendror edhe kryeqytetit. Edhe po e shohim tash një fillim të mirëfillt këtu me një qerdhe në Bardhosh. Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i zhbllokoj buxhetin e kryeqytetit i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti duke u përgjigjur Ramës tha se është takuar me të disa herë dhe se investimet e qeverisë në Prishtinë janë mbi 12 milion euro. Fëmijët një mend janë të vegjël, po asnjë qerdhe nuk është minore. Çdo qerdhe duhet të trajtohet me seriozitetin më të madh, sepse bëhet fjalë për fëmijët.
Së dyti, unë kam takuar kryetarin e komunës Prishtinës disa herë, në zyrën time, dhe investimet janë 12.234.000 euro në fushën e arsimit në kryeqytet, dhe këtu jemi për fushën e arsimit, jo për çështjet e tjera. Kritika ndaj Ramës kishte edhe ministrja në detyrë arsimit Arbriana Gavci, e cila tha se me të është takuar shumë më shpesh. Ne jemi taku bashkë, kur keni marrë mandatin, si që kujtohet, unë kam vizitu në zyre edhe kam kërku nga ju që të na ofroni mundësit që të investojmë për fëmijët e komunës së Prishtinës. Deri më tani, se cilën prej kërkesave të komunës së Prishtinës, flas për Ministrinë e Arsimit, e kemi plotësuar më një herë. Dhe ju garantoj që çdo kërkesë formale që ju e sjellni sipas legjislacionit në fuqi do të realizohet më një herë, sepse e dim sa është e nevojshme investimi. Përplasjet e nivelit lokal me atë qendror janë prej 4 vjetësh dhe Rama e ka fajsuar prej shumë kohësh qeverinë Kurti edhe për pengimin e realizimit të projekteve në rrugën A dhe rrugën B, si dhe atë të qendrës së Prishtinës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka paraqitur në prokurorinë speciale një numër kallëzimesh penale ndaj qeverisë në detyrë, por që ky organ shtetëror ende nuk ka publikuar detaje rreth rasteve të pretenduara nga ky subjekt parlamentar. Juristët ndërkaq vlerësojnë se kallëzimet e hapura ndikojnë në legjitimitetin e punës së kryeministrit në detyrë Albin Kurtit. Si duke qeveria në detyrë po vepron si të kishte mandat të freskët. Andaj për jedhojt kësaj situate në sirtaret e prokurorisë speciale po qëndrojnë 17 kallëzime penale ndaj saj, të dorëzuara nga Lidhja Demokratike e Kosovës tash një muaj më parë. Por për zhvillimet e fundit rreth këtyre kallëzimeve, ky institucion sot nuk pranoi të prononcohet. Ndërkohë veprimet e deputetit që aktualisht ushtron edhe rolin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, po cilësohen si vendime që te i kalojnë kompetencat ligjore dhe kushtetuese. Vullnet Bugaçku nga KDI shpreson që qeveria të frenohet me këto veprime. Janë të gjitha edhe me elementet të konfliktit të interesit të cili edhe janë edhe vepra penale, prandaj edhe këto lloj veprime janë edhe të kundërlishme dhe të kundërshtueshme në kuptimin e asaj që janë bazë e mi që çdo parë e cila është e afektuar dhe mund t'i atakoj dhe mbasi do t'i anuloj në instanca gjyqësore. Megjithatë, kur ki mungesë të një kuvendi i cili nuk ka formuar ende, nuk ka zgjedhur ende një kryetar dhe në kryetarët e saj dhe ende nuk është i konstituuar, kjo qeveri është edhe pa mandat, edhe pa legjitimitet, sepse ky kuvend i pa konstituuar, por edhe nëse është i konstituuar, nuk mund ta mbajë në kontroll një qeveri mandatin se i ka skatuar. Mbajtja e postit të kryeministrit në detyrë me kompetenca të plota si dhe deputetit njëkohësisht nuk është as pak e pranueshme as për analistën politike Makbule Shkodra. Albin Kurti në fakt po sillet sikurse nuk ka pasur zgjedhje në Kosovë, pra sikur nuk ka ekzistuar fare nënt shkurti dhe po vazhdon të mbajë 2 pozita, pozitën e kryeministrit në largim apo në detyrë si doni quajeni dhe pozitën e deputetit. Dhe në anën tjetër, gjë që është shqetësuese është që në ekzekutiv ai po vazhdon të ushtroj kompetencat e plota. Shumë është e qartësuar mirë me ligj se çfarë kompetenca ka një qeveri e cila është në largim, pra nuk guxon të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare, të cilat kërkojnë ratifikim të kuvendit, nuk mund të fillojë nisma dhe të hartoj strategji të reja dhe njëkohësisht nuk guxon të bëj emrime në pozita publike. Muaj më parë, kjo qeveri ndau 10 milion euro për Telekomin e Kosovës. Gjithashtu, u rritën edhe shtesat e dedikuara për nënat Lehona të papuna për 6 muaj, si dhe u miratua dhe vendimi për hartimin e planifikimit hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Vendime këto që po ashtu ngjallën reagime mbi legjitimitetin e veprimeve të një ekzekutivi pa mandat të plot. Përfaqësues të bizneseve kanë ngritur alarmin se bizneset e Kosovës kanë gjetur forma investimi në përvendet e rajonit, duke thënë se Kosova përveç humbjes së fuqisë punëtore, po i humbe dhe bizneset.
Njohës të çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se për dallim nga Kosova, vendet e rajonit, kryesisht Shqipëria, ka ofertë konkrete për t'i afruar bizneset në shtetin e tyre. Deklaratat e tyre pasuan të dhënat e Bankës Qendrore Shqiptare, ku thuhet se vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2025, investimet nga Kosova shënuan rritje për 20 milion euro. Një numër i madh biznesësh në Kosovë kanë rritur interesimin e tyre që të zhvendosin investimet e tyre nga Kosova në shtetin e Shqipërisë. Shkas për këtë thuhet të jenë ofertat që shteti shqiptar bën për afaristët, por edhe ambienti i rënd biznesor në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Shqipërisë, investimet e Kosovës për vitin 2024 ishin 420 milion euro, ndërsa vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025 këto investime u rritën edhe për 20 milion euro të tjera, në total 440 milion euro. Në këtë situatë, kryetari i Aleancës së Bizneseve, Agim Shahini, vlerëson se këto shifra mund të jenë edhe më të mëdha, ndërsa siç thotë Shqipëria nuk është vendi i vetëm ku afaristët e Kosovës po e gjejnë veten. Dhe bizneset e Kosovës pas shumë turbulenca në Kosovë, dan ngadalë po tentojnë që të stabilizohen ndonjë shtet tjetër për rreth dhe ku më mirë se në Shqipëri. Dhe neve kjo nuk na brengos shumë. Pse po shkojnë në Shqipëri, neve na brengos shumë fakti se bizneset tona tashmë e kanë tregun edhe po shkojnë në Malizi, po investojnë shumë më shumë, po ashtu edhe në Maqedoni, bile edhe në Serbi. E mos flasu më për Evropë. Banka e Shqipërisë për vitin 2024 radhiti Kosovën në vendin e 4 në listën e investitorëve të huaj. Megjithatë, afaristët nga Kosova, por edhe qytetarët, vitin e kaluar investuan rreth 20 milion euro edhe në maljen e Zi, duke arritur kushtu në total mbi 60 milion euro investime. Ish-ministri i Tregtisë Ismet Mulaj thotë se trendi i investimeve jashtë Kosovës dhe tërheqja e tyre nga Kosova, përveç se rrezikon humbjen e kapitalit afarist, rrezikon edhe humbjen e fuqisë punëtore. Truri ikin nga Kosova dhe koncentrohet në vende rajonale ose vende ndërkombëtare. Dhe ashtu ka një dinamik të madhe të ikjes së trurit nga Kosova e këto vendet, edhe vendet rajonale, por edhe vendet ndërkombëtare. Ka një rritje të kosovarëve të cilët po krijojnë biznese të reja në rajon, sidomos në Shqipëri. Prandaj do duhej qeveria ardhshme, cila do të tjetë ajo të ndërmerrë reforma konkrete, reforma strukturore ekonomike, edhe sidomos të punoj shumë me përmirësimin e imazhit. Në anën tjetër, Kosova në mungesë të fuqisë prodhuese ndër vite përballet me një deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave në Kosovë, në 6 mujorin e parë të vitit 2025, Kosova shënoi një rritje të importit për 21.5% për dallim nga viti 2024. Ndërsa vetëm në muajin maj Kosova rriti importin për 17.1% më shumë se sa në majin e vitit të kaluar. Përveç prodhimit, Kosova ndër vite ka pasur vështirësi për të sjellë investitorë të huaj, të cilët do të kontribuonin në rritjen ekonomike. Për këto 25 vjet Kosova ka pas një stabilitet politik, ka pas problemet të jashtëzakonshme, domethënë edhe me pjesën veriore, sidomos problemet me Serbinë janë probleme që ndikojnë drejt për drejt edhe në tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë. Po ashtu Kosova është një treg i vogël, ku çka për shembull nuk kemi ditë me shfrytëzuar në mënyrë të duhur ose në mënyrë strategjike ato asete strategjike që ka pas Kosova me qëllim që me tërheq ndonjë investitor të huaj strategjik. Njohës të çështjeve të ekonomisë e vlerësojnë se edhe masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian të vendosura në vitin 2023 ka ndikuar që investitorët strategjik të mos e shohin Kosovën si vend me potencial ekonomik. Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos nisë në Shkup samitin 2 ditor me udhëheqësit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për përshpejtimin e zbatimit të planit evropian të rritjes për rajonin. Në takim do të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë.
Udhëhecit nga Kosova, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, me komisionerën për zërim Marta Kos, pritet të përqendrohen në reformat kyçe për të zhbllokuar ndarjen e fondeve nga plani i rritjes. Komisioni Evropian tha se fondet do të sjellin përfitime të prekshme për qytetarët e shteteve kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian para pranimin të tyre në blok. Aktualisht përveç Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor kanë fondet e para të parafinancimit. Bashkimi Evropian ka propozuar një instrument të ri financimi për 6 miliardë euro në 3 vitet e ardhshme për Ballkanin Perëndimor, nga të cilat 4 miliardë janë kredi dhe 2 miliardë të tjera janë grante. Qeveria e Maqedonisë së Veriut njoftoi se kryeministri Maqedonas Mickoski do të ketë takim të ndarë me komisionerën Kos gjatë ditës dhe të dy më pas do të kenë një adresim të përbashkët. Të martën do të mbahen 2 panele, e para do t'i kushtohet planit të rritjes dhe e dyta për mekanizmat specifik dhe mbështetje për zbatimin e planit. Pjesa kryesore e samitit në Shkup do të zhvillohet ditën e martë, ku përveç të tjerash do të diskutohet edhe për propozimet dhe nismat e reja për bashkëpunim ekonomik përmes tregut të përbashkët rajonal dhe do të ketë 2 panele diskutimi. Në samit, Kosova do të përfaqësohet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndërkaq, pjesëmarrës pritet të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Do të jetë kjo hera e parë që prej shumë muajsh Kurti e Vučić të përballen me njëri tjetrin në një samit të përbashkët të organizuar nga Bashkimi Evropian. Kosova aktualisht është me qeveri në detyrë dhe ngërçim politik në pamundësi për të konstituar kuvendin. Ndërkohë që prej afro 8 muaj Serbia po përballet me protesta të mëdha të studentëve dhe qytetarëve kundër korrupsionit dhe establishmentit të Vučićit. Gjatë takimit 2 ditor, Komisioni Evropian do të propozojë një paketë të investimeve në vlerë prej 87.7 milion eurosh në kornizën ekzistuese të investimeve në Ballkanin Perëndimor, e cila pritet të tërheqë pothuajse gjysmë miliardi euro investime private për projekte të energjisë së pastër në mbar rajonin. Komisioni Evropian tha se qëllimi i planit të rritjes është të stimulojë ekonominë e Ballkanit Perëndimor dhe të ndihmojë shtetet e rajonit që t'i bashkohen bllokut. Kosova, që ende nuk i ka krijuar institucionet që prej përfundimit të zgjedhjeve të rregullta parlamentare, nuk ka përfituar nga plani i rritjes dhe humbjet e saj do të jenë më të mëdha nëse kuvendi nuk arrin që të konstituohet dhe të votojë për marrëveshjet me BE-n. Nga plani i rritjes parashihet që ajo të përfitojë mbi 800 milion euro. Punëtorët e sigurimit në QKUK protestuan para administratës qendrore pas ndërprerjes kontratave të punës. Ata kërkuan garanci nga Drejtoria e Shërbimit Spitalor për kushte më të mira të punës dhe kthim në menaxhim të QKUK-s. Me kontrata të ndërprera dhe me pasiguri për nesër, punëtorët e sigurimit janë kthyer sërish para dyerve të administratës qendrore, jo si pjesë e stafit, por si protestues. Të përjashtuar nga sistemi pas ndërprerjes së kontratës me kompaninë private, ata kërkojnë kthim në punë dhe trajtim të dinjitetshëm si punëtor të QKUK-s, e jo si mall që tenderohet muaj pas muajsh. Për ta, uniforma nuk është thjesht veshje, por simbol i 15 apo 27 viteve punë të pandërprera. I bom pyetje drejtorit, tha, unë nuk kam kurfar garancie se jam tjetër pozitë në drejtori. Am prap raste për më kthy punëtor punë, do të bëjmë një takim me drejtorin Osman Hajdarin, që nëse morim një garanci që të kthehem na punëtor të punë sot, na po kthehemi në punë. Po nëse nuk kthehemi, na jemi në protestë, edhe do të fillojmë grevës deri sot realizohen kërkesat tona përmes drejtorit QKUK-s Osman Hajdar. Nga një anë vendimi OSHB-s e nga ana tjetër mungesa e garancive nga drejtoria i ka lënë punëtorët në një zbrasti të plotë. Kena kredina, kena të në xhenet, dikush mbarët vetëm beqishoj rroge edhe nga mirë kërkajsh. Protesta vjen një javë pas vendimit të OSHB-s për ndërprerjen e kontratës së sigurisë me kompaninë private. Nga atëherë, siguria në QKUK është marrë përsipër nga Policia e Kosovës. Ndërkaq kryetari i sindikatës së punëtorëve privat, Jusuf Azemi, kërkoi 3 ditë kohë për të bërë presion institucional. 3 ditë afat që të bëjmë presion në prokurimin publik të QKUK-s dhe në OSHB
Nëse zgjedhin problemin, mirë. Nëse nuk e zgjedhin problemin, pas 3 dite, para OSHP-s që është organ që mund me vendos mrena dite dhe ta zgjedhin këtë problem. Për ndryshe, nëse na nuk bojmë presion, afati maksimal është që mund me na vanu 2 muaj ditë. Yunus, na jep një afat me kryetarin dhe bashkëpunëtorin për 3 ditë të këshirëm qka mujna me bo. Nëse nuk mujna me bo, ju thrasim para OSHP-s të shkojmë që të shtina mund konkrisht dhe me zgjedh këtë problem mrena dite. Derisa institucionet hedhin përgjegjësinë nga njëra tek tjetra, këta punëtorë mbesin në pritje, jo vetëm të një përgjigje, por të trajtimit si pjesë e sistemit që për vite me radhë e kanë mbrojtur. Tre zyrtarë të policisë së Kosovës janë arrestuar sot në qytetin e Klinës në ndyshimet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një të ndaluari, duke tejkaluar kështu kompetencat e tyre zyrtare. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pej, Shkodran Nikçi, i cili bëri të ditur se incidenti ka ndodhur gjatë një operacioni policor për arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale kanosje. Si pas raportit fillestar, patrulla policore ka ndërhyrë në një shtëpi në Klinë për të arrestuar një të dyshuar për kanosje, i cili është dërguar në mbajtje për 48 orë, thuhet në njoftim. Rreth 1300 qenë ndacak janë larguar nga hapësirat publike në Prishtinë pas reagimit të qytetarëve dhe shoqërisë civile ndaj qindra sulmeve të këtyre kafshëve ndaj njerëzve. Zyrtarët e komunës janë zotuar se këtë problem do ta zgjidhin nëpërmjet programeve për trajtim, strehim dhe mundësisë për adoptim. Të gjithë qenë të strëhuar në këtë objekt, paraprakisht janë të trajtuar nga veterineri përfshirë vaksinimin e tyre. Interesimi për adoptimin e tyre është aq i madh, po aq sa dhe i shqetësimeve që janë ngritur kohëve të fundit mbi inspektimin e personave që po i marrin këto kafshë nën përkujdesje. Drejtori i shërbimeve publike në kryeqytet, Bekim Brestovci, pretendon t'ju hap fund shqetësimeve të qytetarëve, duke theksuar se adoptimi i qenëve kalon nëpër një procedurë të caktuar. Nuk di, ne po flasim për qenë të cilët me të vërtet kanë jetuar në kushte mjerimi, që kanë jetuar në rrugë, të pastreje, të pa ushqyer, në kushte tepër mizerje, dhe këta qenë i kemi larguar dhe ju kemi ofruar tani strej, ushqim të rregullt, mbikëqyrje veterinare, e shumë çka tjetër, edhe higjenë sanitare, dhe sot thuash për të njëjtit qenë të cilët kanë jetuar në një jetë tepër të keqe, që nuk janë duke trajtuar mirë, kjo është vetëm tendencioze. Mu me të thonë të drejtën nuk më bën as pak përshtypje. Unë kam një projekt para vetës, dua që Prishtinën ta kemi pas qenë ndacak, dua që të kemi siguri për qytetarët, dua që të kemi një imazh të mirë për kryeqytetin, dua që qenë të cilët janë në kushte mjerimi rrugëve, shesheve, bulevardeve të kryeqytetit, ata të kanë streh mbi kokë dhe ushqim të sigurt dhe të gjitha përkujdesjet tjera, ndërsa shumë pak më bën përshtypje se çfarë thonë të tjerët. Ndërkohë veterineri përgjithësi strehimores në Hajvali thekson se kujdesi për qenët nuk përfundon me adaptimin, pasi trajnimi i tyre vazhdon tutje dhe pas marrjes së tyre nën përkujdesje. Po, qendra jonë i kemi veterinerën e përhershëm, po ashtu kemi edhe teknik veterinerë të cilët vazhdimisht përkujdesen si për shëndetin e qenëve, ashtu edhe për trajtimin e tyre në mënyrë të vazhdueshme për çfarëdo lloj problematike shëndetësore që kanë. Dhe mund të themi që stafi brenda sa i përket veterinerëve është i mjaftueshëm dhe ja dalim shumë mirë që të realizojmë objektivat. Strehimorja në Hajvali për qenët e ndacak është iniciativë e komunës së Prishtinës, e cila nisi në vitin 2023. Nisi projektin për subvencionim të personave që adoptojnë qenë e ndacak me nga 50 euro në muaj. Ju falemderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.